Prej 3 dekadash në Zhenev, Burhani Meri përfaqëson historinë e një mërgjimtari të palodhur, i cili me punë dhe përkushtim ka ndërtuar jetë dhe biznesin e tij në Zvicër, pa e harruar asnjëherë vendlindjen. Me origjinë nga Likova, komuna e Likovës, ai ka arritur të krijojë një kompani të suksesshme në fushën e laminatit dhe parketit, duke u dalluar për profesionalizëm dhe përkushtim të vazhdueshëm. Rruga e tij në mërgjim ka nisur me sfida të shumta, si çdo fillim larg dheut, por vullneti për të ndërtuar një jetë më të mire ka shtyrë të mos ndalet asnjëherë. Për vite me radhë, puna e tij e palotshme ka qenë themeli mbi të cilin ka ngritur jo vetëm biznesin, por edhe familjen dhe të ardhmen e fëmijëve të tij. Ai është baba i 2 djemve të diplomuar në Zvicër, të cilët sot përfaqësojnë frytin e sakrificës dhe përkushtimit të tij. Megjithatë, përveç suksesit profesional dhe arsimor, ajo që e bën më krenar është fakti se ata kanë ruajtur lidhjen me rrënjët dhe dëshirën për të njohur vendlindjen e babait të tyre. Edhe pse i integruar në shoqërinë zvicrane, Burhani Meri mbetet i lidhur ngushtë me vendin nga vjen. Malli për Likovën nuk është zbehur me kalimin e viteve, përkundrazi është bërë edhe më i fortë. Vizitat e shpeshta në vendlindje janë për të një rikthim të kujtimeve, tek njerëzit e dashur dhe të rrënjët e formsuara si njeri. Ai shprehet shpesh me emocione të thella për këtë lidhje shpirtërore. Me trup jam në Zhenev, por me mendje dhe me zemër jam në Likovë. Këto fjalë pasqyrojnë realitetin e shumë mërgjimtarëve shqiptar që jetojnë mes 2 botëve, asaj ku ndërtojnë jetën dhe asaj që e mbajnë gjithmonë në zemër. Historia e Burhani Merit është një dëshmi e fortë se suksesi në mërgjim nuk matet vetëm me arritjet materiale, por edhe me ruajtjen e identitetit, dashurisë për vendlindjen dhe trashëgimin që u përcillet brezave të ri. Ai mbetet një shembull i gjallë i përkushtimit, punës së ndershme dhe lidhjes së pandashme me adheun. Unë jam Burhani Meri, vim nga fshati Likovë, gati 27 vite jam në Gjenev këto, me familje, me punë, si për shifni. Si ka qenë hera e parë kur keni ardhur, se keni gjetë këtë vend kështu? Po kur kena ardhur herën e parë ka qenë shumë mirë, me punë, me vështirësia, me puna të mira, me këtë. Po dhe të jetën ka pasur me sfide, po. Ju pastaj keni vazhduar prej fillimit të punoni këtu. Po, kur kam ardhur, punë e parë që kur kam ardhur, kam punu me një fabrikë. Tona kam punu me një firmë me parket, shumë me pasrim, me pin 2008 jam me firmën time, punoj me parket dhe me pasrim. Zakonisht me parket. Si ka qenë bashkëpunimi me këto zvicranët? Bashkëpunimi ka qenë një vetë lartë, shumë mirë ka ecë, sot mirë. Në bazë muhabetit që e bënë me ma herët i the se do më thënë i ke shkolluar dhe fëmijët këto dhe sa ka qenë sfiduese ajo për juve edhe? Po, si çdo prind, ka qenë vështirë, po ja kena dalë. Me angazhimi, ja kena dalë. Tash si po ecë puna? Shumë mirë. Djali e ka kryer shkollën, djali ditë gjithashtu është fakultet, mirë. A ju ke folë fëmijëve për Likovën, a vinë shpesh në Likova, si e njën vetën atje? Likovë, besoni që në çdo herë ndoshta ju bona tepër me fëmijët, në çdo herë mendjen Likovë me punën në Gjenev. Ti a shkon shpesh në Likovë? Shpesh, po. A të merr malli për atë? Si çdo herë. Patjetër. Si është një ditë e zakonshme e jotja këtu punës? Ditë e zakonshme në punë, ora 7 vjen këtu ku jam aktualisht, ora 8 dalmi në teren, punojmë, mbrëmje kthehemu, në punë apo në zire këtu, edhe në familje. Unë e pash disa ditë jam këtu dhe pash se ka shumë shqiptarë në shtetin e Zhenevës. Edhe shumica ishin nga komuna, fshatrat e komunës Likovës. Sa takoheni, sa e kalon kohën e lirë, kur e ki edhe kohën e lirë më pamet? Po kohën e lirë, kena familje këtu që janë të komandohës, kena të rrethit Likovës, dhe me thonë komunës Likovës, kohën takohemi shumë shpesh, po. Me punën me parket edhe me laminat, do me thonë ju i furnizoni edhe ndërtesat e larta edhe shtëpitë private edhe kush ka? Po.
Edhe puna Këti furnizojmë, ne i punojmë. me punëtorë si është gjendja tash, pasi që është një krizë e madhe edhe për punëtorë. Çështjen me punëtorë, me kriza gjithmonë nash ashtu. Me vështirësi pak, po duhet mi dalë.